Edi afrohet pran Albës duke ullur në divan dhe fillon të flasë me një ton serioz, por të ëmbël. Alba, unë dua të them diçka. Ose më sakt, dua të flasë për Dolçen. Alba e sheh me habi, duke ngritur vetullat, ndërsa Edi vazhdon. E di që ka shumë që nuk e kuptojnë. Por unë e dashuroj Dolçen. Më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe kur ajo të kthehet këtu, unë kam vendosur të bëj diçka të madhe. Do ta propozoj për martesë. Alba ngre sytë dhe qesh lehtë, duke e pyetur, seriozisht, Edi? Ti po mendon për martesë tani? A nuk është pak e shpejt? Edi e shikon drejt në sy dhe thot me vendosmëri, jo, nuk është shpejt. Kur e ke kuptuar se dikush është për ty, nuk ka kuptim të presësh. Sa të kthehet Dolçe në shtëpi, unë dua ta surprizoj. Dua që ajo të di sa shumë e dua dhe sa serioz jam. Alba qesh, duke tundur kokën dhe thot, Edi, ti gjithmonë ke pasur mënyrën tënde të çuditshme për t'u dashuruar. Por duket se je i vendosur. Ajo ka për të qarë nga emocioni, besom. Edi buzëqesh dhe shton, po, e di. Dhe do jetë momenti më i bukur për të dy ne. Dua që çdo gjë të jetë perfekte. Asgjë nuk mund ta ndalë atë që ndjej për të. Çfarëdo që të ndodh deri atëherë, do ta pres. Do e bëj të ndihet e veçantë dhe e dashur. Alba e sheh me një përzierje admirie dhe habje, duke kuptuar që Edi është serioz. Mirë, atëherë. Shpresoj që Dolçe të vlerësoj gjithë këtë dashuri që ke për të. Sepse duket se ti po mendon me zemër dhe jo vetëm me mendje. Edi i buzëqesh, e ndjen veten më i qetë duke folur për ndjenjat e tij, ndërsa Alba qesh dhe i thot, po, nuk mund të mos pranoj që kjo është e bukur. Por për momentin, thjesht ruaje sekretin derisa ajo të kthehet. Edi rri për pak i heshtur, duke menduar për Dolçen dhe për momentin e ardhshëm kur do ta propozoj, duke ndjerë një emocion të fortë dhe një përzierje nervozizmi dhe lumturie. Ai e di se kjo do të jetë një ditë që asnjë nga ata nuk do ta harrojë kurrë. Edi bën gati valixhet me një shpejtësi të dukshme, duke i hedhur në to rrobat dhe sendet personale një nga një. Ai duket i menduar dhe i shqetësuar ndërkohë që fliste me veten dhe me disa banor të tjerë. Nëse Dolçe nuk do të jetë këtu, edhe unë nuk kam arsye të qëndroj. Nuk kam më kuptim për mua. Kjo shtëpi nuk është e njëjtë patë, thot ai me një ton serioz dhe të vendosur. Banorët që ndodhen afër e shikojnë me habi, disa duke menduar se mund të jetë një lojë strategjie, ndërsa të tjerët kuptojnë se Edi është i vërtetë dhe se ndjenjat e tij për Dolçen janë të forta. Ai vazhdon, dua të qëndroj këtu vetëm me njerëzit që kam lidhje. Dhe Dolçe është një prej tyre. Patë, nuk ndjem mirë, nuk ka kuptim të përpiqem më shumë. Edi hedh një shikim të gjatë drejt derës dhe duket se po e shqyrton seriozisht mundësinë e largimit. Ai merr frym thellë, e mbështet dorën mbi valixhe dhe thot me vendosmëri, ky është vendimi im për tani. Nëse Dolçe nuk do të jetë këtu, edhe unë largohen. Nuk mund të qëndroj në një shtëpi ku nuk ndihem i lidhur me askën. Banorët e tjerë shkëmbejnë shikime të shqetësuara ndërsa atmosfera tensionohet. Të gjithë kuptojnë se ndarja e Dolçes mund të sjellë një ndryshim të madh në dinamikën e shtëpisë dhe se Edi mund të jetë gati për një largim të papritur. Duke lënë pas surprizë dhe Eliona debaton me Bian dhe Dolçen pas një bisede të tensionuar në obor, ku ajo shfaqet e habitur dhe e lënduar nga ato që ka dëgjuar. Ajo u qëndron përballë të dyjave me një ton të ngrohtë, por të mbushur me zhgënjim, duke u thënë se asnjëherë nuk e kishte imagjinuar që pikërisht ato do flisnin pas shpine për të. Unë nuk i prita ato fjalë prej jush, thot Eliona, duke u kthyer herë nga Bia e herë nga Dolçe, sidomos nga ju të dyja që mendova se më kuptonit dhe se ishit afër meje. Bia mundohet ta ndërpres, por Eliona vazhdon, duke mos dashur t'i lërë gjërat pezull. Ajo shpjegon se mënyra si ato kanë folur për të është dukur si një sulm i padrejtë. Sikur të kishin krijuar një ide të keqe për të pa ia thënë asnjëherë në sy. Eliona thekson se ajo gjithmonë ka qenë e hapur me ndjenjat e saj, por tani ndjehet si e tradhtuar. Ju e pas keni diskutuar gjithçka mas shpine, shton ajo me një ton të thyer. Në vend që të vini e të më thoni çfarë ju ka shqetësuar, ju keni zgjedhur të flisni me njëra tjetrën, duke më bërë mua të dukem si njeriu i keq. Dolçe mundohet të arsyetohet dhe t'i thotë se nuk ka pasur qëllim të keq,
por Eliona e ndalon duke i thënë se fjalët e thëna kanë lënë gjurmë dhe se nuk është kaq e thjesht t'i harrojë. Atmosfera tensionohet edhe më shumë ndërsa Bia ngre zërin paksa dhe përpiqet të shpjegojë versionin e saj. Por Eliona i pret shkurt duke i bërë të qartë se ajo thjesht kërkon sinqeritet dhe jo biseda të fshehta. Në fund, Eliona largohet pak e nervozuar, por edhe e trishtuar, duke i lënë Bian dhe Dolçen të habitura dhe të menduara mbi atë që ndodhi. Bia debaton me Elionën pas një diskutimi që fillimisht kishte nisur për një gjë fare të vogël, por që gradualisht u shndërrua në një debat më të ashpër. Me një ton të irrituar, Bia i drejtohet Elionës dhe i thot hapur se sipas saj, Eliona po sillet keq me banorët e tjerë dhe se kjo sjellje po e lodh gjithë shtëpinë. Ti po sillesh si vajzë e keqe këto ditë, thot Bia, duke tundur kokën e duke u afruar më pranë. Dhe po, unë e them troq, je shumë xheloze. Çfarëdo që ndodh këtu, ti e merr personale. Eliona përpiqet të mbrohet dhe t'i shpjegojë se nuk është ashtu si po e përshkruan Bia, por Bia vazhdon, e nervozuar nga situata. Ti je akoma fëmijë në mënyrën si reagon, shton ajo me një ton të prerë. Në vend që të bisedosh qetë dhe të sqarosh gjërat, ti nxehesh, qan dhe mendon se të gjithë janë kundër teje. Ndërkohë, disa banorë të tjerë i shikojnë nga larg, duke u përpjekur të kuptojnë si nisi gjithçka. Eliona fillon të nervozohet nga akuzat e Bies dhe i thot që ajo po e egzageron dhe se nuk ka asnjë arsye ta sulmojë në atë mënyrë. Por Bia e vazhdon diskutimin pa u tërhequr, sikur e ka pritur prej ditësh të shpërthejë. Unë thjesht po të them të vërtetën që nuk ta thon të tjerët, vazhdon Bia, sepse ata ndoshta nuk duan të mërzisnin. Por unë nuk do të rria më e heshtur. Tensioni rritet ndërsa të dyja përpiqen të mbrojnë pikpamjet e tyre, duke e kthyer bisedën në një përplasje të plot mendimesh dhe ndjenjash. Eliona ulet pranë banorëve në obor, duke mbajtur një filxhan çaji në duar. Ajo duke e menduar, me syt poshtë, sikur diçka po i rëndonte prej kohësh. Banorët e vunë re që ajo ishte më e heshtur se zakonisht dhe e pyetën nëse ishte mirë. Pas pak sekondash hezitimi, Eliona vendosi të hapet. Ajo nisi të fliste me një zë të ulët, por të sinqert, duke thënë se prej një kohe të gjatë nuk kishte më besim tek dashuria. Unë zbesoj më, tha ajo, duke parë drejt tokës. E kam pësuar një herë shumë keq. Dhe që nga ai moment, për mua dashuria është bërë një gjë që nuk ekziston më. Banorët e dëgjonin me vëmendje, pa e ndërprer, ndërsa Eliona vazhdoi të tregoj se sa e ka lënduar dikur një marrëdhënie që ajo kishte menduar se do zgjaste. Ajo rrëfeu se kishte dhënë shumë, më shumë se ç'duhej, dhe në fund kishte mbetur vetëm me shgënjim. Kur ke besuar shumë te dikush dhe pastaj çdo gjë të kthehet mbrapsht, është si të shkelet zemra nën këmbë, tha ajo, duke pshërtir. Që atëherë, sa herë që dikush më afrohet ose më tregon pëlqim, unë tërhiqem. Nuk dua të lëndohem përsëri. Një prej banorëve i tha se ajo ende është e re dhe që jeta sjell surpriza, por Eliona tunte kokën, sikur nuk donte të dëgjonte më asgjë rreth dashurisë. Jo, vërtet nuk besoj. Për mua dashuria është bërë thjesht një fjalë. Unë nuk jam më ajo vajza që mendonte se të gjitha përfundonin me një fund të lumtur. Disa banorë u munduan ta ngushëllonin, duke i thënë se e kuptojnë pse ndihet ashtu dhe se ndoshta me kohën ajo mund të ndryshojë mendim, por Eliona duke je bindur në ndjenjat e saj. Ajo tha se për momentin dëshiron të fokusohet tek vetja dhe të mos ketë më pritshmëri që mund ta lëndojnë sërish. Atmosfera u bë më e qetë dhe banorët e respektuan hapjen e saj, duke e parë Elionën me më shumë mirëkuptim, teksa ajo mbylli bisedën duke thënë, ndoshta dikur, shumë më vonë. Por tani për tani, për mua dashuria thjesht nuk ekziston.